Po të kishte qenë kjo jetë që nuk do sprovohesh te dikush në të, nuk do sprovoheshin pejgamberët e Allahut alayhimus salatu wassalam. Por ja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Njerëzit më të sprovuar në këtë tokë janë pejgamberët e Allahut. Ja ku ishte Muhamedi, i biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alayhi, krijesa më e dashur e Allahut te bareke wa taala, megjithatë gjashtë prej fëmijëve të tij i vdiqën duke qenë gjallë, ai i varrosi me duart e tij bujara sallallahu alaihi wasallam. Ja ku ishte Ejubi alaihi salatu wassalam, të cilit Allahu xhallahu ala ja mori pasurinë, ja mori shëndetin dhe ja mori të gjithë familjen. Ka ardhur në disa transmetime që i ka pas 10 fëmijë, 7 djeme dhe 3 vajza, të gjitha ja mori Allahu te bareke wa taala. Megjithatë në të gjitha gjendjet ai thonte, wa anta arhamur rahimin, dhe ty je më i mëshirshmi të mëshirshmive. Wallahi billahi, jo, vallahu i misprovuar. Kush e njeh Allahun dhe madhërinë e tij, e din dhe ka bindje dhe iman se Allahu është më i mëshirshëm se sa për robin, se sa nëna për fëmijën e saj. Është e vërtetë, o vallahu im, që kur ta ka godit Allahu me një sprovë dhe një bela për sprovë të kësaj dunjaje të ka djeg, ka qenë e rëndë dhe e vështirë, mirë po dijeni se Allahu te bareke wa taala është edhe më i mëshirshëm për robërit e tij se sa mund të jetë nëna edhe baba i mëshirshëm për fëmijën e tij apo të saj. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke wa taala kur dëshiron ndonjëri prej robërve ta pastron dhe t'ia falen mëkatet, e godet me sprova dhe belaja. Andoj përgëzojo, o vallahu im, që të ka godit Allahu me në një sprova dhe bela, prej sprovave të jetës së kësaj dunjaje, se Allahu dëshiron të të falen, se Allahu dëshiron të të pastron. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a. Vazhdon Allahu ta godet robin apo robëreshën e tij me sprova dhe belaja në veten e tij, apo në pasurinë e tij, apo në fëmijët e tij, derisa ta takon Allahun te bareke wa taala pa asnjë mëkat dhe asnjë gjuna.